حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الطحاوي رحمة الله عليه: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. Kthehet Imam Tahawiu sërish dhe flet prapë për kader. Dhe kemi folur edhe më herët për kader, gjithsesi ka cekur edhe më herët rregulla të besimit në këtë shtyllë për shtyllave të imanit të Allahut Azza wa Jall, pa të cilën imani është i mëngët i ati individi që ka zbrastësira në këtë parim. Thëtë Allahu pas më shiruar, baza e kaderit apo esenca e kaderit është se kaderi është sekret i Zotit tek krijesat e tij. Sekreti Allahut tek krijesat e tij. Nuk ka mundësi, nuk ka pas mundësi në asnjë mënyrë që të marrë vesh të kuptoj diçka, ta zbuloj atë sekret Zotit ndonjë krijesë e tij. Qoftë me laçe sado e afërt të Allahut, sikurse Gjebraili, Mikaili, Israfilet e tjerë, pas ndonjë pejgamber i dërguar, qoftë për më të mëdhejve si pejgamberi Muhammed a.s. Ibrahim dhe të tjerë. Asnjëherë nuk ka mundësi në atë sekret, nëse dom ta quaj apo nëse mund ta quajmë në atë dosje të sekretit, nuk ka mundësi krijesë e Zotit shikoj se çka kante. Pastaj thot: وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةَ الْخُذْلَانِ. Më fut thellë në kader, edhe më mundua me kuptue në detale, me hi thellë kaderit, është një mas preventive e cila mund të çojë në humbje. Mund të çojë njeriu në dalalet. Andaj thot: Orunu shumë dhurunu për një çështje të tillë, nadharan wa fikran wa waswasatan, me u thellua thërë në kader, me mendua shumë për këtë çështje edhe më të bëj ves punë e kaderit. Qysh bëhet kjo punë kështu? Sepse fa inna Allah Ta'ala tawa ilma al-qadari an anamihi, sepse Allahu dijen rreth kaderit e ka mshel, e ka mbyll për krijesave tina. Pra nëse përpiqesh me kuptu në detale këtë çështje, kemi përpjek me kuptu diçka që e ka mbyll Zoti, e atë që ka mbyll Zoti është pamundur me depërtu. Lodhesh, mund të shprohesh, mundet njeriu bëhet vezves, mundet edhe runa zot me dy shukrejt. Dhe ka ndalue krijesat e tina më mundu me të fletue atë dosje që ka mbyll Allahu dhe ka lënë për veti. Ka thonë Allahu Azza wa Jall: la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allahu nuk pytet çka bën,
që ka vepron, por ata pyeten pse veprua. Nuk është punë e krijesave të tij me pyet krijuesin pse ti o krijues veprove kështu. Por punë e krijuesit, e drejtë e tij, autoriteti i tij, kompetenca e tij është me i pyet krijesat pse ju vepruat kështu. Andaj, فمن سأل لما فعل ai cili pyet pse Zoti bëni këto hal, ai e ka faqad radda hukm al-kitab, ai ka kundërshtuar urdhrin e librit të Zotit, dispozitën, vendimin e Kuranit. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين, ai cili e kthen hukmin e librit të Allahut, dispozitën e Kuranit, ai është kafir. Me fjalë tjera, Imam Tahawi dënë në këtë pjesë të fjalimit të tij, të shkrimit të tij, ta definoj pak çështjen e kaderit nga pesha e madhe që e ka dhe kujdesi i madh që duhet të ketë njeriu pranë këtij parimi, kësaj baze, këtij fundamenti të dinit të Allahut Azza wa Jall. Kaderi, sirrullah fi khalqihi, sekreti i Zotit në krijesat e tij. Kështu ka thënë Aliu radiallahu anhu. Kaderi është sirrullah. Edhe njeriu ka sekrete. Dhe nuk është mirë më mundu me zbulu sekretin e njeriu që ka, dhe më ruaj për vetë. Ka gjana tjera të tregon. Edhe kur të dush mi dit të sqaron, por ka gjana që i mban sekret. Dhe nuk i vjen mirë më mundu me zbulu njeriu të atë sekret. Bile mu përpjek shumë i jetë hatër dhe mund të hidhërohet. Po dhe Allahu i madhruar, wa lahu al-mathalu al-a'la, Tabaraka wa ta'ala, e ka zgjedh këtë sekret për veti. Edhe ka thonë kjo sekreti jam. Të krijesat e mia, të njerëzit e në tokë. Allahu i madhruar është ai i cili ka krijuar njeriu. E lind dhe e vdes, e sjell këtë dunja dhe emër shpirtin. Është ai i cili e udhëzon dhe humb. Aliu ka thonë, kaderës, mëshëftësia e Zotit, mos e munda, sekreti i Allahut, andaj mos e munda me zbuluate. Polemikat rreth çështjes së kaderit apo në meselën e kaderit janë të njohura. Dhe ne kemi thënë edhe më herët se njerëzit në kader kanë humbur shumë. Në zotën e çështjes të akides, njerëzit në veçanti muslimanët në dy çështje kryesore kanë diskutuar shumë dhe janë bërë shkak që shumë prej tyre me dalin dalalet apo me ran dalalet me humb. Në çështjen e lesma o sifat, emrat dhe cilësitë të mëdha të Allah, dhe në dy çështje e kaderit të Allahut. Përsa për këtë fraksioneve të muslimanëve krejt, të umetit islam, për çështjen e tauhidur rububie, nuk e kam problem. Zotën atë kemi thonë fillim se kanë edhe fe të tjera, dhe kanë thonë njerëzit në natyrshmërinë e tyre se Zoti është krijues, edhe furnizues. Në tauhidul uluhiyya se vetëm ai duhet madhrohet dhe adhurohet, dhe atij adhurimi i ibadetit të dedikohet, edhe kjo është shumë e qartë. Tek muslimanët të fjalë, se të tjerë adhurojnë dikë tjetër pas Allah dhe bëjnë shirk. Por të çështja esma o sifat,
atë njerëzit kanë rëshit dhe në çështjen e kaderit. Pra, në atë që ka është ehli sunne wal jamaa, se çdo send, a më bash çdo send në këtë dynja, në qiell dhe në tokë, është me kaderin e Allahut Azza wa Jall. Me kadan dhe kaderin e tij. Sepse Allahu është ai i cili ka krijuar veprat e njerëzve. Ka thënë Allahu, inna kulle shay'in khalaqnahu biqadar. Ne çdo send kemi krijuar me kader. Dhe ka thënë Allahu, wa khalaqa kulle shay'in faqaddarahu taqdira. Dhe Allah ka krijuar çdo gjë dhe ka caktuar me një caktim të veçantë, ka bëu kader. Ashtu që Allahu i madhruar dën kufrin pe i qafirit, por nuk është i kënaqur. Nuk e pëlqen. Por e dën atë nga ana e kaderit, ligjeve natyrore, që kemi thënë edhe më herët, por jo nga ana e ligjeve të shariatit. E dën kaderin, e dën veprën e qafirit, po dhe veprën e muslimanit kur është e keqe, nga ana e kaderit, nga ana e natyrës. Sepse atje më herët e kemi shpjeguar se vullneti Allahut përse për këtë veprave është dy lloje, veprave të njerëzit. Është vullnet i natyrës dhe i shariatit. I shariatit është kur Allahu dën që njeriu të falë namaz dhe të bën punë të mira dhe shpërblen. Ndërsa i natyrës kur e dën veprën e keqe, e lyp njeriu veprën e keqe dhe Allahu jep leje me bë. Por pse ka dhënë leje me bë, do të thonë ja ka mundsuar me bë, nuk është i kënaqur. Ka dallim me të leju dhe me pajtu, me qenë razi. Por ka dallim edhe me të leju edhe plus me qenë razi. Sigur neve, punën namazit. Edhe ata që kanë falë namazin, edhe ka dërri Allahut. Edhe na që kanë falë namazin, ka dërri Allahut. Edhe ata, pa lejen e Zotit, nuk ish mujta me najt e mos me falë sabahun. Po dhe ne pa lejen e Allahut, nuk ish mujt me falë sabahun. E ku dallimi? Dallimi është sepse ajo leje e Zotit, ke leje e Zotit. Por ajo leje e Zotit, por nuk e dën. Nuk e dën Allah. Nuk pajton me te, a më i ka dhënë leje. Ndërsa nanën tonë, në ka dhënë leje edhe pajton edhe shpërblen. Edhe kemi sjell shembull. Sikur se njeriu kur i thot fëmijëve vetë në shtëpi apo mësuesin nxënësat vetë në shkollë, apo shteti thot qytetarëve, e tjerë. Ai që një këtë rrugë, ne do ta shpërblejmë. Por ai që një këtë rrugë, ne do ta dënojmë. Vetëm se të dy rrugët janë qelë. Dhe jep hapësirë për dy rrugët mi bo. Jep hapësirë për dy rrugët. Nuk e ka mbyllë rrugët, e ka lanë qelë. I ka dhanë lemi me i zgjidhë të dy rrugët, të zgjidhë. Vetëm se nëse zgjidhë keqen, unë dhash lemi zgjidhë, po nuk thash që jemi kënaqur pajtoj me te. Ndërsa të dhash lemi zgjidhë të mirën, por të abuna me dirë se në kënaqur me te. Dhe për këto kom e dënu, dhe për këto kom e shpërbly. Të dyja qenë me lejen tem. S'munesh me bo pa lejen tem. S'munesh me bo pa lejen Allahut Azza wa Jall.
të bareke o ta'ala. S'mundet. Në këtë çështje kanë kundërshtuar disa njerëz, sigur se kaderit dhe muhtezilet. Dhe nuk kanë mujtë me marrë vesh mirë çështjen e kaderit. Dhe kanë humbë të dy partë. Dhe kanë dalë në dalalet. Po edhe njerëz të tjerë. Dhe kanë thonë Allahu nuk është sikur se që themi ne, ehli sunneti, se Allahu i lejon qafirit kufrin, por nuk e pajton nga ana e shariatit. Këta thënjej Allahun nuk e dën për qafirit kufrin. Nuk bën me thonë Allahu dën kufrin për qafirit, as punë e keqe. Por qafirit dën punën e keqe, ndërsa Allahu nuk e dën. Ata jenë ikë për një sendi, për mos me thonë se Allahu edhe ka shti qafirin me bo kufër, edhe ka dënu. Për kësajnë e nikë ata. Ka thonë nuk bën me ranë qatë qështje. Qysh me thonë na, se Zotë është ai cili ka shti e ka dasht kufrin për qafirit, ta ne ka dënu, dhe me thonë edhe po të shtije me bo kufër, edhe po të dënoj. Jenik për kësaj qështje. Por, jenik për i diçkafit që është me e lehtë, se fundjes Allah është Allah. Fundjes është Allah. Të drejta dhe të madhët Allah janë absolut. Nuk mund të përzihesh, që ka bëmë krijesat e tij ai. Dhe ne kemi thonë më herët atje. A nëpse nuk është kështu që po thojnë ta. Por megjithatë, se na tham Allahu Azza wa Jall, pse dën kufrin prej atina do thotë ka dha leje, por nuk e pëlqen, ka dallim. Nuk e pëlqen. E ne kemi thonë më herët se Allah ka thonë Ademit alayhi salam Adem, këta janë në xhenem. Dhe dert nuk e kam për ta. Dhe këta janë në xhenet, po dhe dert se kam për ta. Kërja mesele, në krijesat ti, la ilaha illallah, ku dënë në qënë i madhi Allah në heve. Kush i përzihet? Pra këta e nikë prej kësajna, për mos me thonë se Allahu Azza wa Jall edhe e ka shtyje qafirin si mbas tyne, që se shtin heq kërkën, me bo kufër edhe e ka dënu e pastaj. Por, të ikë prej saj, kanë ranë diçka që është edhe me e madhe edhe me e randë. Sepse e qka është e me madhe me e randë, është se dhe me thonë, dëshira e qafirit, ja ka mujt dëshirës të Zotit. Vullneti i qafirit, pas ka qenë më i madh se sa vullneti i Zotit. Sepse Allahu po e dën imanin. Vullneti Allahut me besu. Vullneti qafirit me bu kufër. Allah nuk po dën kufrin. Por kë pëbën propjamun vullnetit të Zotit. E ka kufër më të madh se sa me thonë pëjamun vullnetit të Zotit, pëja kundërshton vullnetin e të madhët Allah, Azza wa Jall. Unë për të thëmë s'ki me bo këtohen, ti për thu ka me bo. Dhe unë thëmë nuk tepi leje me bo, ti ma thënë mu atë edhe bërë. Ma mujte. Mund të kapët kja të i madhe Allah Azza wa Jall, për atë arsye kjo është për i besimeve më të kota, më të paventa dhe më të pakapshme në tokë të Allahut të bareke wa ta'ala. Këto nuk e thot askush për pas tyre fraksioneve që janë dalalet. E ka sjell një shembull në kohën e Abdullah ibn Abbasit, kur Abdullah ibn Abbasit në Pleqni, kur është vërbu. Aty kanë vërbu sytë, kur është ty në mosh. Edhe kanë thonë Abdullah ibn Abbasit, ja ibn Abbas, në karën e një njeri që po e përgënjështron kaderën. Pra, nuk po besën që besojnë në mërën kaderë.
Po përgënjështron, sepse ai cili thot, sikurse Kadri dhe Mu'tazilet, se Allahu nuk ka qenë vullneti i Zotit, me bë qafiri kufër, por ka qenë i qafirit, faktikisht ja ka mujt vullnetit të Zotit, kjo ka kundërshtu kaderin. Abdullah ibn Abbas ka thonë, a bën më qu mu taj njeri? Më qu sepse nuk e shahën, për para mund tjetë, aftë qam një dhe të rëgam një cilë është. I kanë thonë, e qa do me botim e të me qu në atje? Qa me botim e të? Ka thonë, pasha Zotin, në mu isha me kap me dur të mija, pa ja hëngër hunën dhëm nuk e la. Edhe kom ja këput hunën. Po edhe në mu isha me kap për fyti, pa e plas nuk kom e lanë. Do me thonë të sfar që orë ka vrejt, Abdullah ibn Abbasi, radiallahu ta'ala anhu, atë njëri cili ka për një gënështruar në kader, sepse ka thonë Abdullah ibn Abbasi, kjo është shirku i parë në Islam. Për gënjështrimi i kaderit, është shirku i parë në Islam që ka është paraqit. Nuk e ka nadhruar rezat, e me madhru tyrbet, e teqet, e me ngjit peja tje, e shëngjergjin, e bestëtni, dhe gjëra tjera e qesin në shirk, në gjeneratat e para mas pejgamberit, alayhi salatu wassalam. Si kanë bënë ato? Vënë kanë fillu ato. Por në senin e parë, që kanë devijuar, hapi i parë i devijimit, ka qenë çështja e kaderit. Për atërsi Abdullah ibn Abbasi, po thot, shirku i parë, i cili është paraqit në Islam, është çështja e kaderit. Një Arab beduin ka ardhur në një mejlis të dijes dhe ka gjetë hoxhën të spjegu fejë. Edhe prani tyne pa thot, Arabi. O ju njerëz, Arab, e s'ka galen për dijes, ka galen dërtin e vetë. Thot, o ju njerëz, më është vjedh mu devja. Lët në Zotin ju, të ma këthen mu devë. Lët në Allahun, të ma këthen devën. Ju e njerëz të dijes, të lebën, të marrë ilmin dijen, bereqet, nashta, i Zotu a pranan juve, doan. Ani pse, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ndaluar, në xhami ka thonë mos ma lyp dikush devën në xhami këto. Ka ndaluar. Por kjo bedën, nuk e din, dhe të lëtë në ju Zotin, të ma këthen mu devën. Qëta shpune ka derët. Njëri cili ka mahu kaderin, ka qenë hoxha që ka mahu kaderin, Amr ibn Ubejd, ka thonë, tash kë kishe, për lutë Zotin, me këthy devën, faktikisht, pjasë ndonë tina në vend. Edhe pa thotë, o Zoti ju, të nuk e dasht më vjedh devja tina, por ajo vjedh, këtheja o Zot, qëre, të nuk e dasht. Pra të s'ka dhonë leje më vjedh, para jo vjedh. Shkebjen kjo. Ka mund si dikush me vjedh pa lejen e Zotit? Qyshe më rrej? Mallën e Zotit pa lejen e Zotit. Qyshe më rrej? Por pëse ka dash Zotit me vjedhe, do të thëtë që ka pëlqy dhe ka pajtu. Sa e vjedhi, emre ka hajni, vjedhi, haram. Por i ka dhonë leje Allah, po dënë keq e grahe. Sash më heret kufrën e qafirit, po dhe gjënohen e muslimanit, kër e banë.
Sa pejton Allahu me bo zina muslimania? Sa pejton Allahu me vran njeriun? Por I ka dhënë leje. Do të dallojmë me desht edhe me thonë me pas vullnet edhe me desht me zemër. Këtë shprehje ndonë në gjuhën arabe. Erad e ka dasht, ka dhënë leje. El hub, më kënaq me çatë vepër që e pa. Kënaqet Zoti me henit njeriut. Kënaqet Zoti me kufrin e qafirit? Jo. Por pa dasht së në bën kur gjë. Sepse si të thush, bën pa dasht Allahu, dul për kompetenca të Allah. Dul jashta diapazonit, dijes madhe të Allah, kush del jashtë atyne. Qëra rape tash pasi ditë shkollë. Pra këtë dhe në përsëris thët, o Zët, të nuk e desht mu vjell devja këti arapi, pa jo është vjell. Këtheja o Zët, deve këti arapi, beduini. Këthët nuk kam nevoj për doën të une. Ja. Pse, he? Të e thellut nuk kam nevoj për që doa që për bënd ti. Sepse po tutna, qysh nuk ka dasht Allahu mu vjell devja dhe është vjell, tash po tutna që Allahu dënë mu këthy për s'kthehet. Ashtë të qartë. Allahu nuk deshti mu vjell, por o vjell, po tash po tutna që edhe me bo me desht mu këthy, nuk kthehet. A ka mundësi me desht Allah me të këthy devja dhe mës me të këthyja? Ka mundësi Allahu dënë mu të këthy devja dhe mës me këthyja? S'ka mundësi. E nëse s'ka mundësi kje, që s'ka mundësi e para, pra? Ata nuk kanë me përdoan të. Ka kuptu se ka njeri cile më hën kaderin. Ja. Nuk ka mundësi. Për atë arsye ka thonë nuk kam nevoj për këtë doan të anë me bufare. Edhe ka qenë këtë kontest, këtë drejtim, më I mirë edhe më I dishëm se saj që ka thonë veti hoqë, alim, edhe ka marrë të drejt me a shpjegue njerëzve dini ku të tim nëse që ka qenaj duke shpjeguar. Ajetet për këta janë të shumëta dhe nga Koran dhe nga hadith e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka thonë Allahu, "Walau shi'na la'atayna kulla nafsin hudaha." Me pas dasht, çdo njeriu t'ia kishim dhënë udhëzimin e kishim udhëzuar. Walakin haqqa al-qawlu minni, por është ka rënë vend, ka më shku në vend, është vërtetu fjala jam. La'amla'anna jahannam min al-jannati wan-nas ajma'in, se kam për të mbushur gjehenamin me njerëz dhe me gjenë. Plët. Pra me pas dhe, të isha që tonë gjenë, të isha dhëzuke, të isha bo musliman, krejt deri në fund, të isha që në gjenë. Pas po du, e të dhe me shti zotër me zërë me dashta? Pra, me pas deshtë, fjalla me deshtë. Këtë s'ka deshtë, e ka deshtë ato. Së ndelja është asajta. Dhe ka thonë Allahu, "Walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a." Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin? Me pas desht Zoti yt, do të kishin besuar krejt ata që janë në tokë, I madh I vogël. Krejt do të kishin besuar. A ti o Muhammed, po do më imponu njerëzve më bo me zar muslimana? S'monesh me zar. Më shti më bo muslim. S'mundele është ka derit të madhët Allah të bareke wa ta'ala. Dhe ka thonë Allahu, "Wa ma tashauna illa an yasha Allah." Nuk mundi me dasht, pa dasht Allahu. Inna Allaha kana aliman hakima. Me të vërtet Allahu është I dishëm dhe është I urtë. Urtësia tina është e përkryer ashtu si dija ti. Dhe dinaj kujt me dhonë Islamin dhe kujt kufrin. E dinaj se kush është I pregaditun për kufr dhe se pranën zemrat I imanin, për ata dhe nuk jep, dhe din kush është I pregaditun për iman, mos pasru për I kufrit, me konë largë tina dhe jep imanin, dhe çdo send, çdo fjalë, çdo vepër, I madhi Allah ka urtësi të përkryer.
Këtë këtë qështje që kam pak më herët, vazhdim, a i lukëzi, që thënë Shqip, a i qështja që është e rande, pas zgjidhëm të ata, jo të musliman, që është në kaderët, që mbetet enigm të ta, është se te kanë bë bashkë, bejnë el-meshie u el-irade. Shtash në gjuhën arabe ka shprehje, el-meshie, sha Allah, për dënë Allah, edhe mes el-irade, me dhanë leje dikujna, me bo, anë. Dhe në mes knatësis dhe dashuris. Ata që kanë mohu kaderin, i kanë bë bashkë këtu. Nuk e kanë da. Për derisa ahlus sunneti i kanë da. Tjetër është me dhanë leje për dikuj, për diçka mja mundësu me bë. Tjetër është më kaj knaqën me te. Njerëzit me zvetin këtë dynja, u japin hapësirë njerëzve për vepra të ndryshme të cilat pajtojnë, që besë edhe shpërblejnë, dhe të cilat nuk pajtojnë, po edhe i qërtojnë. Pse në zanë pësu si ka dhonë në zanë sa me mundësi në shkollë për nishë deri në 5. Nishë është ngelje. Pse se ka lonë, ja 5 që, ja s'ka me shku në shkollë krejtë. I ka dhonë leje, hapsirë, prej qëtufit deri qëtu. As ka gjashë, as ka zerra. Ka prej nishit deri në 5. Kjo e zgjedhi nishin. Pse ma mundësohet i me zgjedhi nishin? Ta pa që mundësu, nuk të kam shty me zërë. E që besa edhe nuk jam i knaqën me te. Dhe ju vetëm kaq, para do të dënoj, për nesh. Me që është, me ngejl apo më pranë shtu krejt. E ti tjetëri, edhe ty të këmë dha leje, të këmë dha hapsirë, me marë dëshët deri në 5. Të këmë dha në hapsirë, pajtej me te, jam i knaqën, edhe që përblej. Ku ka këtu mos pajtim? Në këtë qështje nëse kupton njeri, qëtë pikështu që nuk kanë mujtë ta me, kanë ronë dalalet për shakë sajna, qështën e ka dere të zgjedhi mu. Zgjedhi. Për ndryshe, po mirë, po pse më dha leja e me bo keq, dhe pse më dha leja e me bo mirë. E mas me pas thonë leje me bo keq edhe mirë, atëherë je imponuar, i dirigjuar, i kompjuterizuar. Sikur se punë në robotit. Vesh një vepër më në krynaj, se një krynë 2 ashtë edhe ashtë, s'ka opcion. Atëherë ku është çështja e shpërblimit dhe dënimit? Ku është arsyeja? Ku është ai me pas të hapësirë të zgjedhjes, të manipulimit, të lirisë tënde individuale? Ku është? Për atë arsye Allahu ka dalluar njerëzit prej krijesave tjera. Njëri ka këto opcione. Krijesa tjera se kanë. Për dire se ka njëri këto opcione, atër për të vlen shpërblimi, llogaritja, edhe atje dënimi apo kënaqësia apo shpërblimi në xhennet. Edhe njeriu e ndjen veten e vet se është i lirë me vepru. Por peti keqa kërkohet me shtin kry se jashta dijes të madhe të Allahut nuk mundet me dalë. Këtë me shtin kry. Pa dhanë Zoti leje, as të keqe së në bënë. Për atë arsye me miliona njerëz jam synë me bëve pratë këqia, po nuk i lën Zoti. Në momentin e fundit, në sekundën e fundit, dështan e me bëtë keqe. Dhe themi, s'pas ka dashtë Zoti. E qëllaj me kader. Po ata me vëra pas deshti Zoti. E gjujta, apo së më shkrepi, apo nuk erdhë, së në prita. Që shi thënë se nëryshe? Nuk deshti Zoti. Këtu nuk deshti Zoti.
S'mundet me dalë jashtë atë dijes ti. Të së në thu, Zoti deshti, unë s'deshta, apo në deshta, pa e s'deshti. Të nëse thu në deshta, a e s'deshti, nëse thu nga kontestis, a e s'deshti nga ona shariatit, për ndryshe, të së në bën pa lejen e Zotit, asë në largohesh pa lejen e Zotit. Këtë të me kuptu më njeri jushtë. Se ta kupton këte, çështja e kaderit, zgjidhet. Sepse Allah vë ma të shaune illa e jesha Allah. Nuk mundi me dash pa dash të Zoti. Unë e dash ta me vra. Po s'dash të Zoti. Në këtë rast nuk dash të Zoti se ka bo kader. Me pas bo kader, i shkryja mesile. Po se ka bo kader ato. Po mirë që të kish bo kader, me vra unë atë, dhe me thonë, më dhalje me bo të keqen. Po nuk e pajtoj, nuk e pelqej, tash më këthej unë pik tjetër. Ma mundë se me bo qatë keqe me dalë mytë njeri jonë. Që ta shikë më rapish mënë. Sigur se mos ma kish mundësua konë ma mirë. Po ma mirë konë, po në kumë lypë dhe më ka leju. Po nuk është i knaqë që na i më mu. Pse kam bo një gjatë të tilë. Së dhe që ti që është e kaderët është të madhe, kësjel shambujt shumë, ku edhe nuk ka nevoj më fut ma thellë në to, për të sharuar këtë qështje. Dhe thëtë se ne jemi të urdhruar që të pajtoj me kaderën e Zotit. Ata që azgjith Zotit për neve, të bareke o ta'ala, me ditë se është kaderë i Allahut, por nuk është e thane gjithmonë njeriu në çdo kader me qenë i knaqëm. Sepse edhe kërë mytë dikën që thonë pak me herët është kader i Allahut, por me thonë po knaqna që Zoti ka caktu, e ja, por për mërzitna. Po knaqna pse boni Zoti ka dërëtheva kryt? Ja. Jo. Nuk i obligun, që tërë është me thonë, tash ke ka dërë, punë kry. Ndërsa, e jo mi knaqëm, ase mi knaqëm, sa më do zemra, jo. Sanet e mira, kaderët e mira knaqna. Kaderët e cilat janë tithta, mërzitna, normalisht e punë. Dhe mërana kësaj, të dytës, futet edhe atje kur themi hajri dhe sherri jenë prej Allahut. Por pse në hajri dhe sherri natyra njeriut është, po dhe kërkune është e muslimanit në sharqysh më gëzuaj. Pse shkan atje dhe pin alkohol edhe me ka dërtë Allahut. Tash më gëzu me thonë, s'jam kundra ka dërtë Allahut, ka dëjë Zotë, s'jam pishmon, heq! Që shbon të e po? Jem rana ka dërë Zotit, po me gjitha të rana ka dërë të Allahut, po Allah nuk ka thonë më knashti me to. Ja. Një mëndej se ka smjeftan, Wallahu alem, sallallahu ala sejdina Muhammed, ala alihi, wa sahbihi, wa sallam, assalamu alaikum. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.